që të shkohet në zgjedhje. Kurti sigurisht se do të tentoj që t'i ofroj pra vetëm LDK-s, duke e parë se LDK-ja është subjekti i tretë dhe elektorati ose bazeni i votave është në LDK dhe çdo bashkëpunim tjetër që do ta ketë me dikë tjetër do ta penalizonin vota. Pra kurti e ka gjithçka interesin personal dhe partijak dhe e ka mbi shtetin dhe mbi parimet. Realisht ai ka parimet i ka të përkohshme, ka që aventurat i ka të përhershme. Unë mendoj se kësaj radhe do të shkohet sërish në zgjedhje, e kem thënë edhe 2-3 herë ndoshta edhe te ju edhe në media tjera, sepse kurti nuk e ka me seriozitet këtë punë. Pika e parë. E dyta, takimi që bën me kreun e LDK-s, dakord, por aty ka pastaj edhe hendeqe tjera, sepse sbashku me kreun e LDK-s, zotin Abdigjiku shkon në takime edhe zonja Osmani dhe këtu duhet ta marrë një mbështetje nga Këshilli i Përgjithshëm. Konsideroj se këtu qalon edhe problemi, sepse edhe në qoftë do të duke marrë parasysh edhe problemet e brendshme të LDK-s. Natyrisht. Edhe pse nuk ka për të ndërlidhur me ato që do thoni zotri Kelmendi, edhe pse nuk është se ka diçka zyrtare, megjithatë ka pasur deklarata nga zyrtarët e LDK-s, të cilët kanë thënë që po mblidhen në shkrime për të pasur një kuvent jashtëzakonshëm për shkarkimin e Lumir Abdigjikut nga